Miqtë e mi, përshëndetje. Personazhi i historisë sonë përdori suksesin që fitoi në lojrat sportive si një mënyrë për të tërhequr vëmendjen. Ai theu 2 rekorde kur ishte në shkollën e mesme, një në kërcim së gjati dhe një tjetër në garat me pengesa. Në të vërtetë, ai po largohej nga ata që e donin, duke u treguar i pavëmendshëm në garën e madhe që fitoi kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Timi, do bëhemi vonë për mësimin. Po nuk kam që të bëj. Rruga është e mbuluar me ngrizë dhe nuk mund të eci më shpejt se kaq. Ke të drejtë. E vura re se si e rrëshqitën gomat pak më parë. Ja, prape njëjta gjë. Ne, më Timi. Po ecim në anën e gabuar të rrugës, bëjnë diçka. A nuk e shikon që makina është fikur? Po di se Timi. Po nuk po ndes dot. Po pse? Po nuk po ndes dot. Mos Timi. Po vjen një kamion. O zot na ruaj. Mos! Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramën më të gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programi me numër 332. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Je me fat, Bir. Ashtu mendon? Pse unë, o zot? Vetëm kaq mund të them. Po i jepje makinës me shpejtësi të lartë, pa i marrë parasysh kushtet në të cilat ndodhej rruga, Timi. Kështu thanë edhe policët kur më gjobitën. Por ishte aksident. Ti e dije që rrugët ishin të rrëshqitshme. Po unë nuk vrava ndonjë. Thjesht nuk ishte dita ime me fat. Gjërat mund të kishin shkuar edhe më keq, Bir. Më keq? Makina duhet të jetë bërë cop tani. Gjurin e kam të vrarë dhe nuk do të vrapoj për kush e di sa kohë. Po si mund të shkonin gjërat më keq se kaq? Mund të kishe vdekur, Bir. Kush e di se ku do të ishe tani? Personazhi i historisë të sotme ishte 19 vjeç në atë kohë dhe shumë krenar për veten. Për vite të tëra ishte larguar nga ata që e donin. Kjo është historia e tij, historia që tregon mënyrën dhe arsyen pse ndaloi së vrapuari. Pjesa e parë e dëshmisë së vërtetë të Timi Lee, që është marrë nga doset klasike të lirë nga prangat. Unë kam lindur në Melkinsboro të Illinoisit, një qytet i vogël që ndodhet 136 kilometra larg pjesës juglindore të St. Louisit. Imad ishte pastori një kishe të vogël. Ndërtonte çati dhe ngiste një autobus për të mbështetur familjen nga ana financiare. Unë kisha një motër të madhe dhe isha i pari ndër 4 djemt. Isha më kokforti. Zemër, duhet që të flasësh me Timin. Po tani çfarë ka bërë? Ne i kishim thënë të mos rinte në lagje me djemt e vegjël, por ai nuk është bindur. Dhe më pas ka thyrë edhe xhamin e njërës prej dritareve të hangarit. Unë e mbaja për të zgjuar atë djalë. Në fakt, ai është kokfort. Nuk duhet ta toleroj muanda. Ky është djali që ne i dham Perëndis për ungjillin kur lindi. Kur shkursen thuprën, u rrem birin e vet. Do të shkoj të pres një deg nga shelgu dhe do ta çoj Timin në punishten e tymosjes. Timi, eja këtu. Jo ka qashpër. Ai duhet të mësoj të bindet. Dhe shko birin tënd sa ka shpresë, por mos e shty derisa të shkaktosh vdekjen e tij. Kjo do të më dhëmë më shumë mua se sa ty, grua. Imad vuri në zbatim atë që thuaj tek fjalët e urta në lidhje me qortimin e fëmijës. Kështu e vetmja gjë për të cilën u luta ato ditë ishte që shelgu të thahej. Ne bënim çdo ditë adhurim dhe studim biblik në familje. Pra çfarë thot Perëndia? Tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 2, vargjet 15 deri në 17, thuhet: Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Në qoftë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të, sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk vjen nga Ati, por nga bota. Dhe bota kalon me lakmitë e saj, por ai që bën vullnetin e Perëndis mbetet për jetë. Kaq për sot, djema. Eja një t'ju përqafoj pak edhe pastaj të lutemi. O, Perëndi, bëj që djemtë e mi të jetojnë gjithnjë për ty. Nxiti që të bëjnë të mirën, të shërbejnë, të duan dhe të bëjnë vullnetin tënd.
Në moshën 10 vjeçare, mbaj mend që dëgjova një nga predikimet e Timeti, dhe gjatë kohës që naftoi të bënim lutjen e shpëtimit, për herë të parë mund të imagjinoja flakët e ferrit. Zoti nuk vonon në plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Por edhe durimit të Perëndis do t'i vi fundi një ditë, sepse Zoti vet me një urdhër, me zë kryeëngjëlli dhe me borinë e Perëndis, do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqën në Krishtin do të ringjallën të parët. Biblia thot se dita e Zotit do të vi si një vjedhës natën. Atëherë kur ne nuk e presim, mos u bëni si njerëzit në kohën e Noeut, që pritën shumë gjatë dhe dera e shpëtimit ju mbyll përgjithmonë. Ata vdiqën gjatë përmbytjes, dhe shpirtrat pa Krishtin do të vdesin në flakët e ferrit. Miqtë e mi, ja pra koha e pëlqyer, ja pra dita e shpëtimit. Mos prisni për ndonjë dita moment tjetër, bëhuni gati për të. Hidheni hapin dhe vendosini besimin tuaj te Krishti. Kështu ai do t'ju marrë me vete në qiell. Përse dole këtu përpara Timi? Unë nuk dua të shkoj në ferr, mami. Nëse e vendos besimin tënd tek Jezusi, nuk ke për të shkuar në ferr. E beson ti që ai vdiq për mëkatet e tua? E besoj. Atëherë kërkoj të të falë dhe të vijë në jetën tënde për të shpëtuar. Nëna ra në gjunjë me mua, dhe lutja ime prej fëmije më bëri të ndihesha mirë. I tregova të gjithë të afërmve që isha shpëtuar. Shkoja në shkollën e së dielës dhe i mësoja vargjet përmendësh. Por në vitet e para të adoleshencës, fillova të rebelohesha ndaj prindërve për shkak të disiplinës së tyre të rreptë. Një pasdite u largova nga shkolla me 2 shokë. Më shumë isha ndjekës i tyre se sa drejtues. Hej Timi, eja zbrit këtu poshurës, se ndryshe do të na shohin. Shiko çfarë kam këtu. Cigare? Ku e ke marrë? Mos më pyet. Dëshiron ta provosh një? Sigurisht që po. Thithe, ja kështu. Merë mërgjeli pastorit, thithe. Shumë shpejt u bëra i varur ndaj duhanit. Pak nga pak fillova të vija në dyshim çdo gjë që prindrit më kishin mësuar. Jo ekzistencën e Perëndisë dhe të Biblës, thjesht standardet e sjelljes, çfarë ishte e mirë dhe e keqe. Bëja gjëra të gabuara pas shpinës së tyre dhe dilja fshehurazi për të ndenjur me djemtë pa përmbajtur të shkollës së mesme. Ku the se dëshiron të shkosh sonde? Nuk e dëgjove kur ta thash më parë? E dëgjova, por dua të sigurohem që e dëgjova mirë. Unë dua të shkoj për të kërcyer në pistën e vallëzimit. E po përgjigja është jo. Por babi të gjithë do shkojnë. Jo, birë, nuk do të shkojnë të gjithë. Vetëm më thuaj një që nuk do shkoj. Ti nuk do të shkosh. I hutuar dhe i zemëruar, rebelimi im filloi të shfaqej kundrejt të gjitha autoriteteve, madje edhe kundrejt mësuesve në shkollë. Zënkat gjithashtu ishin pjesa kryesore e aktiviteteve të mia dhe rrallëherë mund të humbisja. Nuk guxoja ta kundërshtoja Timat. Nëna ishte ajo që filloi të merrej me sjelljen time të pakontrolluar. Grindeshin për çdo gjë, për sjelljen time, shokët dhe netët kur kthehesha vonë në shtëpi. Ti e di që babai yt ka vendosur rregulla për orën se kur duhet të kthehesh në mbrëmje. Ai dhe unë presim që ti të vish në orar. Do me thënë duhet i bindem rregullit tuaj. Sigurisht që po. E po ja që jo. Djalimbar, ne kemi rregulla në këtë shtëpi dhe një prej tyre është që ti çdo natë të kthehesh në orar. Ju a tregoj unë se sa do të bindem rregullave. Unë shpërtheva i zemëruar si kur të mos isha i shpëtuar, dhe nëna e gjorë humbi ndjenjat mbi dysheme. Nuk do të harroj kur ato situatë. Sidoqoftë, ato ditë mendoja vetëm për vete, të dilja dhe të pija alkool me shokët. Në shkollë nuk mësoja dhe mezi e kaloja klasën sepse nuk përpiqesha fare, por shkëlqeja në lojrat sportive, në futboll, bejsboll dhe basketboll. Njëherë, në vitin e fundit të shkollës së mesme, isha larguar jashtë qytetit për të parë lojën shtesë në kampionatin sportiv të shkollës së mesme. Timi, ai trup madhi me bluzë të kuqe do të na japi $20 secili nëse do të ecim mbi bordurën rrethuese të fushës së basketbollit duke kaluar në anën tjetër. Ndërkohë që lojtarët luajnë? Po, $20? Po pse? Ku ta di unë? Nuk e di për ty, por $20 nuk janë pak, miku im. Me gjithë të turm, është e sigurt që do të tërheqim vëmendjen e tifozëve. Ky është qëllimi plako. E po mirë pra, thuaj që pranojmë.
Por fillimisht duhet të marrim paratë sepse mund të na nxjerrin jashtë. 16.000 njerëz na pan të kalonim në anën tjetër të fushës. Atje po na prisnin policia dhe rojet. Ata na nxorën jashtë, por ne u futëm fshehurazi. Trajneri na nxori nga loja dhe ne nuk mundëm të hynim më brenda. Nuk e shoh gjë kundi emrin tënd në artikullin që flet për lojën e basketbollit. E po unë nuk jam më pjesë e skuadrës. Pse? Po ja, patëm një mosmarrëveshje të vogël me trajnerin. Edhe ram dakord që të dilje nga skuadra. Bir, e lexove atë artikullin që fliste për ata 2 të rinj që vdiqën në aksident? Si ishte e nevojshme ta lexoja, sepse ma than djem. Pse? I njihje ti ata që vdiqën? I njihja si jo. Në artikull thuhet se vetëm makina e tyre ishte aksidentuar. Ajo kishte dalë nga rruga dhe ishte përplasur me një pemë. Nuk e kuptoj se si mund të ndodhë aksidenti vetëm me një makinë. Mbase shoferi ka qenë i pirë. Po për këtë të thanë gjë djemt timi? Në fakt, mund t'i kenë kthyer një 2 gota. Shpresoj të jetë paralajmërim për ty. E po ti e di, aksidentet ndodhin. Është një rrugë që njeriu t'i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Më përjashtuan nga shkolla, por më pas më pranuan sërish. Fitova shumë kupa dhe medalje në lojrat sportive gjatë gjimnazit. Vitin e fundit theva 2 rekorde, një në kërcim së gjati dhe një tjetër në garat me pengesa. Askush nuk ishte më i mahnitur se sa unë për emrin që shfaqej në artikujt e gazetave për arritjet në atletik. E pe fotografin time në gazet sot? E pash. Kisha dal mirë, apo jo? I jep lavdi Perëndis ajo gjë? Jo çdo gjë është për Perëndin, babi. Sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. Shumë prindër do të kishin qenë krenar për suksesin e djemve të tyre në lojrat sportive. Birë, lojrat sportive nuk kanë asgjë të keqe, për aq kosa nuk bëhen pengesë për marrëdhënien ton me Perëndin. Po kush tha që janë bërë pengesë? Timi ti e di shumë mirë që nuk je duke jetuar për Perëndin. Babi, me aq sa kam parë unë, askush nuk mund t'i arrijë dot standardet e tua. Ti edhe mami jeni mendje ngushtë dhe pik. Jeni të mbytur në rregulla. Rregullat të mbrojnë, të mbajnë larg të lasheve. Ti gjendesh në rrezik sepse i thyen ato. Unë jam shumë mirë. Bibla thot se njeriu korr atë që mbjell. Shiko babi, unë mund të kujdesem për veten, dakord? Kam dëgjuar se grindesh me të tjerët edhe pi shumë alkol. Gjen justifikime për të mos ardhur në kish me ne. Po u mbet pik, edhe kjo tregon se po jeton në mëkat. Thellë brenda meje e dija që ai kishte të drejtë, por vullneti im ishte i fortë dhe mos përfillës. Doja të jetoja sipas dëshirës time. Konfliktet me prindrit më shtyn të largohesha nga shtëpia dhe të gjeja një apartament në qytet. U diplomova, gjeta një punë dhe aplikova për të filluar shkollën e lartë për inxhinieri informatike. Më pas ndodhi aksidenti dhe qëndrova një javë i shtruar në spital me plagë në gjuhë dhe këmbë. Unë shkova të kontrolloja makinën. Shikoje, është shkatëruar e gjitha. Ishim me fat që dolëm gjallë prandej timi. Mund të kishim vdekur. E di. Unë ende nuk po eci mirë. Kur të shërohesh do jesh ndryshe. Eja shkojmë për të pirë nga një birë. Shkojmë se mbase më ndihmon për të mbledhur pak veten. Plago, mund të blesh një makinë tjetër, mos e vrit mendje. E me çfarë ta blej? Jeta ime është një zhgënjim i vërtet, a e di këtë? Një zhgënjim i vërtet. Unë punoja turni i natës, por më pushuan sepse më zuri gjumi gjatë orarit të punës. Më pas fillova të punoja me urat e linjave hekurudhore të Louisvillit dhe Nashvillit. Isha një djalosh i natçi dhe i çmendur. Sjellja e të cilit i kishte sjell turp emrit të familjes. Nuk e kisha iden se nga po më çonte jeta. Ato ishin kohë trazirash për të rinjtë amerikan. Viti 1968 ishte i mbushur me demonstrata kundër luftës në Vietnam, përdorimit të lartë të drogës dhe shumë disfatave të tjera. Një ditë, kur po ecja në një lagje, pash një afishe që tregonte fytyrën e një ushtari me shikim të ashpër. Mbi të ishte shkruar: forcat ushtarake po kërkojnë të rekrutojnë disa burra të Zot. Nuk e di për të tjerët, por unë vetë dua të shkoj. Në dhjetor të vitit 1969, u bëra pjesë e forcave ushtarake dhe brenda pak javëve zbrita nga autobusi në Paris Island për të hyrë në një botë krejtësisht të re. Kur shkova atje mendova se tashmë isha ushtar, por instruktori im i stërvitjes mendonte ndryshe.
Mos u gënjeni nga uniforma që keni veshur. Ju nuk jeni ushtar për shkak të veshjes. E vetmja gjë që do t'ju bëj të tillë janë 13 javët e ardhshme. Për momentin ju jeni vetëm krimba, edhe unë jam e vetmja familje që ju keni. Babai, nëna, i vetmi person me vlerë në këtë botë. Gjithmonë do të më drejtoheni me fjalën zotëri. Edhe mbase do t'i drejtoheni çdo gjëje që rritet në këtë ishull, ju nuk mund t'i tharrisni njëri tjetrit zotëri. Sepse krimbi nuk mund ta quaj krimbi zotëri. Bëni atë që ju kërkohet, kur t'ju kërkohet, dhe atëherë do t'jeni ushtar të vërtet. Disiplina dhe autoriteti, dy gjërat që urreja, ishin thelbësore për një ushtar. Brenda 24 orëve e kuptova që nuk e pëlqeja instruktorin e stërvitjes dhe po ashtu ai mua. Një herë gjatë stërvitjes, ai më kapi së bashku me 4 ushtarë të tjerë duke pirë duhan në pyll. Ha! Ha, trima jeni shtruar mirë për piknik, ha? 5 krimba poshtë pemës që po kënaqen duke pirë duhan. Po, kush ju tha se është koha e pushimit? Dëgjuat ndonjë të thoshte se programi i trajnimit mbaroi? Mendoj se ju keni nevojë vetëm për motivim. Po, pikërisht kështu. Keni nevojë për motivim. Mirë pra, nesër do të nisni një program për ditën e parë të motivimit. Në ditën e parë të motivimit, u larguam nga kazerma në orën 5 të mëngjesit dhe ecëm 16 kilometra duke marrë me vete një çantë ushtarake të mbushur me municione dhe armë. Një, dy, bashkë me mua! Një, dy, Lëviz! Lëviz! Një, dy! Mendoni se kjo faqe e kontrës është shumë e pjerrët. Prisni pak sa të shkojnë ta ajo tjetër. Lëviz! Një, dy! Ajo që po shikoni është një grop me ujëra të zeza. Por krimbat e adhurojnë këtë vend. Nuk është shumë e thellë. Niveli ujë do t'ju arrit deri tek mesi. Mbajeni kokën poshtë kur të futeni brenda në grop. Arsyeën do ta kuptoni sapo të futeni. Tani lëvizni! Mbajeni kokën poshtë! Pas disa ditësh motivimi, kuptova se instruktori i stërvitjes dhe eprorët kishin gjithë kontrollin. Kështu ndryshova qëndrim. Për herë të parë pas aq shumë kohësh, dëshiroja të isha dikush. Doja të bëhesha një ushtar i Zotit dhe të punoja shumë gjatë orëve të trajnimit dhe ushtrimeve në teren. Gjatë kësaj kohe, u njoha me Lik Gorin. Ai ishte një krishter i heshtur, por që e lexonte Biblën haptazi. Dëgjoj pak këtë vargun, sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. U vra në mish, por u ngjall nga fryma. E kam dëgjuar këtë varg. Kjo do thotë se ke shkuar në kish. Po, por jo shpesh. Timi, e ke lexuar ndonjëherë Biblën? E kam lexuar kur kam qenë i vogël. I mat bënte çdo ditë studime biblike. Me të vërtet? Do të thënë je rritur në një familje të krishterë. Në fakt nuk ja kam treguar askujt, por i mat është pastor. Sa mirë. Kur isha fëmijë nuk mendoja kështu. Jeta ime ishte e mbushur vetëm me rregulla dhe mezi prisja të largohesha nga shtëpia. Dhe kështu u bëra pjesë e forcave ushtarake ku jeta është tejet e mbushur me rregulla. Këtu të thon kur duhet të ngrihesh, kur duhet të shtrihesh për të fjetur, kur duhet i presësh flokët dhe çfarë duhet të bësh. Megjithatë, trajnimi në shtëpi ka qenë para përgatitje për të ardhur këtu. E vërtet. Timi, kam dëgjuar se ti përdor fjalë që një krishter nuk do t'i thoshte kurrë. Je i shpëtuar? Lutjen e shpëtimit e kam bërë në moshën 10 vjeçare, por nuk kam jetuar si i krishter. Por tani mund ta bësh, megjithse je në ushtri. Mbase ti po, por unë jo. Kam kaluar shumë gjëra në jetë. Jezusi i tha, askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve. Për momentin zotëria ime është ushtria. Të thash që ti mund të jetosh për Jezusin edhe në këtë vend. Ai pret që ne të jemi besnik ndaj tij, pavarësisht rrethanave. Gori ishte i butë dhe shumë i sjellshëm. Ai ishte mik i të gjithëve. E lexonte Biblën haptazi, lutej me ushtarët dhe ata e respektonin. Një ditë më erdhi një pako nga nëna dhe brenda ishte një Bibël. Lexova shënimin që ajo kishte lënë. A nuk të urdhërova unë, i fort dhe trim, mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Nuk do të shkosh pas shumicës për të bërë të keqen. Por para së gjitha shkërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij.
Dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Fjalët e saj më prekën, por askush nuk e pa Biblën sepse e fsheha në rripin e këpucëve. Timi Li nuk do të predikonte asnjëherë. Nuk do ta lexonte Biblën dhe nuk do të bënte fushat për besimin ndërkohë që ishte ushtar. Me të gjitha këto mund të merrej lig gori. Nga 16 burrat që përfunduam trajnimin fillestar, vetëm mua më dha mundësia për të filluar trajnimin intensiv në kampin Lezhun. Ej, Timi, përse nuk vjen në shërbes me mua këtë mëngjes? Po sikur erdha javën e shkuar apo jo? E mban mend? Zoti do të gëzojë shumë po të shihte sërish. Nuk mundem Li. Mos e kthe ushtrinë në Zotin tënd, Timi. E vërteta është që kam menduar të bëj karrierë. Nuk ka asgjë të keqe për këtë, por mos harro Jezusin. Me ty pranë është e pamundur të harroj. Jezusi u bë shembull për ne dhe na tregoi se duhet të jemi gjithmonë besnik. Pas përfundimit të shkollës së trajnimit intensiv, më ofruan një trajnim tjetër. Gjithashtu më thirrën për të shërbyer në Vietnam, por para se të nisesha më dhanë 3 javë leje, dhe ato 3 javë doja t'i kaloja në shtëpi. Tani kisha një vlerësim dhe dashuri tjetër për prindrit. Mendoj se ushtria të ka bërë mirë, Timi. Ashtu mendoj edhe unë. Shikoni, nuk dua të grinde me ju. Këto desha të thosha, të mos grindesh me ne. Ushtria nuk është e lehtë. Thuaj se 1/3 e djemve që kisha në klasë, avulluan. Më vjen mirë që ti ja dole mban birë. Jemi krenar për ty. Në fakt ju jam shumë minjos, ty dhe mamit që më keni disiplinuar gjatë kohës që rritesha. Disiplina juaj më ka bërë të fortë dhe ka qenë pika kyçe e ndryshimit tim. Kjo do thotë se ushtria nuk të mëson thjesht si të luftosh. Ashtu është. Më mësoi shumë gjëra për jetën. Më rriti dhe më bëri të përgjegjshëm. Po Biblën që të dërgova unë, e more? Po mami, faleminderit. E kam vendosur në raftin e këpucëve. Do ta marr me vete në nam. Shpresoj që të gjesh kohë për ta lexuar. Jam i sigurt që do ta gjej kohën. Gjithashtu shpresoj të vish në kish me ne gjatë këtyre ditëve. Sigurisht që do të vi, babi. Vizitova të afërmit, miqt, e madje mësuesit dhe trajnerët e shkollës së mesme. Tani kisha shpresa për jetën. Unë dhe Imat biseduam disa herë dhe 3 javët kaluan shumë shpejt. Kur erdhi e diela e fundit, shkova në kish me prindrit. Jezusi tha, sepse ai që do të dojë ta shpëtojë jetën e vet, do ta humbas. Por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim, do ta gjejë atë. Ç'përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb shpirtin e vet? Ose çfarë do t'i jap njeriu si shkëmbim të shpirtit të vet? Jezusi dha jetën e tij duke derdhur gjak për të na shenjtëruar, për të na pastruar nga mëkatet dhe për të na dhënë jetën e përjetshme në parajs. E vetmja gjë që ai na kërkon është të mbajmë çdo ditë kryqin ton dhe ta ndjekim atë. Ju mund ta filloni udhëtimin e bindjes tani. Duke u përpjekur t'i rregulloja gjërat me antarët e kishës dhe me Perëndin, dola përpara dhe u luta duke i kërkuar Jezusit të më falte. Nëna dhe babai u gëzuan, por në zemër kisha ende rebelim. Megjithse doja të bëja gjën e duhur dhe ta kënaqja Zotin, nga ana tjetër kisha një dëshirë të fortë që të jetoja jetën i ndarë nga vullneti i Zotit. Betejë në zemrën time u bëja ashpër, ndërkohë që ditën tjetër prindrit po më përcjellnin në aeroportin e St. Louisit. Timi, i mban mend udhëtimet që kemi bërë së bashku kur ishe i vogël? Sigurisht që po. Yellowstone, Black Hills, Disneyland. Ishin kohë të bukura. Babi, ky është një udhëtim si gjithë të tjerët. Vetëm se do të jetë i gjatë dhe në një vend të panjohur. një vit pa të parë nuk i thon pak birë. Pa merak mami se do t'ju shkruaj. Edhe ne do të shkruajmë. Do të më mungoj shtëpia gjatë periudhës së Krishtlindjes. Nëse do të duhet gjë na thuaj, do të ta dërgojmë. Do t'ju them, ju e keni adresën time. Po e kemi, ne do të lutemi për ty birë që të kthehesh shëndosh e mirë në shtëpi. Mos u shqetëso, mami. Askush në qytetin tonë nuk është plagosur ndonjëherë në Vietnam. E po je duke shkuar për të luftuar, jo për pushime. Por Perëndia do të jetë me ty. Mos i harro vargjet 5 dhe 6 të kapitullit 3 tek fjalëve të urta. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Pasi u përshëndetëm me nënën dhe babain në aeroport, ata mbanin shpresa se gjëra do të ndryshonin. Këtë herë unë do të jetoja për Perëndin, por ende nuk isha nisur kur ju luta Zotit në heshtje. Nuk mundem, Zot. Në Vietnam unë nuk mund të jetoj për ty. Ata burra janë ushtar. Kam për të qeshur me mua, do të tallen për një ndryshim kaq të dukshëm në sjellje. Duhet të tregohemi fort.
Këtë punë le ta bëjnë kapiteni dhe Ligori. Unë do t'i jetoj për ty një herë tjetër. Ti jap fjalën, por tani nuk mundem. Në programin ton të erës së ardhshme do të dëgjojmë dhe përfundimin e dëshmisë së timit. Tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 5 dhe në vargun 24, Jezusi tha: "Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë." Kjo jetë është për ju të dëgjues të dashur. Vetëm kërkojini Perëndis t'ju falet, t'ju shpëtoj, sepse Jezus Krishti vdiq për mëkatet tuaja. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues për Krishtin, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 kutija postare 2914 Tiranë ose na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ndoqët programi me numër 332. Kjo ishte pjesa e parë e historisë së vërtetë të Timi Lee. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.